Përshëndetje pjesëtar të diasporës, përshëndetje pushtetar të kombit tonë. Falenderoj shumë për ftesën që na bën, edhe na krijon mundësitë që të themi edhe ne dy fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni nderuar? I nderuar. Emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbyer dy sistemet, sistemi monist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shliuam edhe nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën, shku në diasporë, dola pension për akoshëm, edhe unë diasporë ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, po, me qenë se paketa e malëve është miratorë. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të thejmë kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot po vriten bashkomësit tonë nga i ligj famkeq. Më e keq se ligji i reformës agrare monizum. Po e shpytën një po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bisedë që nuk qëndronin nderuar. 10 vjet unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet të shtetit. Po jo të ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit, Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyte për këtë, se paketa e maleve është pikërisht për të të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet se su shpëton do të. Po pra, nuk shpëton, nuk të shkoj korat ndërtej, po të ndërtej ati ke toka i flaku tim. Po aty pra. A pra, pikërisht. Po s'ma e pra komuna. I kam bë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot... Jo s'ke pun fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noteri që t'ju marri në i lek noterin. Atëre, prit të shej, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendim unë ty. Jo, se nuk është kohë për mendim, ku është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë të toka e gjyshit tatë. Nuk dhe bëjon, do t'jali im sa ndërtos. Djali jot, shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brenda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali, kaq. Po s'ko më ke noteri, as ke gjyqtari. S'ko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketën e maleve. 10 herë kam bërë kërkesë, zotëri. Po se ke bërë pra kërkesën, ma e mua kërkesën, hajt, pa birë mu. Do ta djeg unë të Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. Edita nderuar për parlamentin. Të lutem, i nderuar. Unë kam punuar në minierë e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është, janë minatorët atje. Janë paguar me një pak si në zi vjetojnë. Nuk u mirator ligji për statusin e minatorit. Kam protestu, është premtu që ishtë në 2013 kam qenë edhe unë atë me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë e djathtë, se ka qenë rënuar nga sistemi. U këthemi edhe në votën, akoma asi. Aq me e keqe, një deputet i ndëru mund të jetë. I krahasoj minatorët e Bulqizës me balerinat e operës. Një fije e randë, shumë e keqe. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të hep një statusin minatorit. Më falë. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek, kam marrë aposta fat për të merë ti për patriotë e mi. Nuk themun se s'ka bo punë shteti. Sepse ne kemi ka heq
fshati im është te Kulla Hubi. Ka pas ministra, ka ardhe kryeministri, i dhon prioritet, ajo nuk në fund botës, po në fund katonit tonë, 50 km me Tiranën. Më falë. Për këtë, kanë ardhur shumë... Të lutem, do më dëgjosh, i nderuar, të lutem do më dëgjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mos bëj debate. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëj debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, bëjmë pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punuar edhe atë me djalin tim, të vëlla pension atje, po shqetësimi nuk është për te ky panel. Nuk është për te ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjës që të marrim nga një koment edhe për ftuarit e tjerë, sepse unë nëse keni ndërmend ta ndërtoni vendin. Tani ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel, tu bëjmë nga një pyetje nëse mundemi. Unë jam me babaçi, vi nga Bologna, kam ikur që studente, pastaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj dhe marim pjesë në për samite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativat, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesor jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet t'i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolonjë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolonjës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time. Nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Nuk kam vend ku të flas. Pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Për ndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Jeni larg realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni iden çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, kur ne kemi punuar 14 orë në ditë gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për krajë dhe pasi ndim. Hapni dyer, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyer të gjithë personave që janë të përgatitur. Zoti Taolan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vini edhe të siguroni njerëzit tuaj. Do doja që ta filloja fjalën time me një kujtesë të një miku të veçantë të shqiptarëve që u nda nga jeta pak ditë më parë, Eliot Engel, veprën e të cilit besoj që duhet ta përshëndesim gjithë me një dorëtrokitje të madhe. Jo pas kaq e kujtova kongresmenin e shqiptarëve, si quhen Eliot Engel, në Kongresin Amerikan për shumë vite me radhë, sepse mendoj që Engel ishte një shembull, edhe pse nuk ishte shqiptar, por bëri atë që
një shqiptar do ta kishte bërë nëse do ta kishim një kongresmen. Kryetari i Kuvendit përmendi faktin se në këto zgjedhje të radhës amerikane vetëm në shtetin e Michiganit konkurojnë për Kongresin Amerikan 3 shqiptarë në primaret e partive tyre dhe shpresoj deri në fund edhe në fund garës. Dhe ky është një arritje e madhe jona, duke shpresuar që do të kemi një kongresmen shqiptar në Kongresin Amerikan dhe pse jo, ndoshta më vonë edhe një senator. Ndërkohë që në këtë sallë të zbukuruar sot, kemi një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të cilët janë të zgjedhur në pushtetin vendor apo dhe në parlamente të vendeve ku shqiptarët jetojnë, në 35 prej tyre që sot janë përfaqësuara në këtë samit. Shoh Ervin Ramaliun, i zgjedhur vendor, i cili mban edhe shiritin e nderit me flamurin italian dhe poshtë ka dhe kravatën me flamurin shqiptar. Çohu ta shohim çika të mos e mbaj fshehur flamurin. Tregoje e përmenda sepse kam qenë dhe kam vizituar atje. Është një shembull i mirë se si një shqiptar i zgjedhur në një organ të pushtetit vendor në një prej komunave të Italisë Veriut, është edhe si një pikë reference për gjithë shqiptarët që kanë një hall apo një problem në atë zonë. Ky duhet të jetë modeli ynë, se si ne arrim të krijojmë një rrjet të gjithë shqiptarëve të zgjedhur kudo në botë, të cilët përveç punëve të përditshme që lidhen me detyrën që kanë, duhet mendojnë se çfarë bën gjatë asaj dite për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Malit Zi apo të Luginës Preshevës. Sepse kjo është modeli që në fakt nuk po e shpikim ne. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre, avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyra kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra antarëve të parlamenteve, por dhe të antarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Janë dy organizime të cilat do të na bënin më mirë për të qenë më të sinkronizuar me njëri tjetrin. Shoh këtu një prej miqve tanë, Shuaipin, i zgjedhur në parlamentin e Serbisë. Unë e di shumë mirë se sa e vështirë ka qenë gara herën e fundit, apo jo Shuaip. Dhe një prej arsyeve është që ne shqiptarët nganjëherë nuk dim të kuptojmë që kur vjen puna për çështje kombëtare duhet bëhemi bashkë. Do të kishte qenë më e thjeshtë për Shuaipin nëse do të ishte vetëm një kandidat shqiptar, po pastaj kur fillum të ndajemi, gara na u bë më e vështirë se sa duhet. Edhe pse e dinin gjithë se i vetmi që mund zgjidhej ishte vetëm Shuaipi, apo e kam gabim. Dhe prandaj mendoj që ka ardhur koha që të mendojmë edhe në këto vendet e tjera ku garojmë. Muharrem Saliu kandidoi për Parlamentin Evropian. Nëse shqiptarët e 4 rajoneve të Italisë do të ishin bërë bashkë më mirë se sa u bën, ne do të kishim një antar të Parlamentit Evropian. Por nuk ja arritëm dot, sepse nuk u bashkuam dot aq sa duhet.